Gjithë dita sot na kaloi duke montuar krevatin e gocës. Në fakt jo unë, ai e montoi. Kemi zgjedhur modelin e velushur me 3 pjesë, gjithashtu edhe komodinën e gocës që të mbaj të gjitha gjërat aty dhe mos të hallakatem nëpër shtëpi. Komodina na erdhi e gatshme, nuk është se na lodhi, vetmi debat që kishim ishte se ku do ta vendosnim, ndërsa krevati kishte aq shumë pjesë, aq shumë vida sa që unë u konfuzova fare dhe lash fare këtë muhabet le të merret Vaso. Ndërkohë që shkova të marr një kafe se po mdukeshin të gjitha bardezi, Vaso po montonte vidat dhe unë po shikoja manualin që na lehtësoi goxha punën. Duke qenë se ky krevat ka 3 përmasa, mund të zgjidhni për të porsalindur për 3 deri në 4 vjet ose edhe për më shumë. Unë zgjodha atë që është mesatare sepse më duk shumë e vogël ai porsalinduri sepse dua ta vë bashkë me bebines. Dhe këtë pjesën anësore do ta lë të hapur që ta ngjis bashkë me krevatin tim. Për sa i përket veshjes dhe aksesorëve, mund t'i zgjidhni të personalizuara si të doni. Unë zgjodha këtë modelin që kisha parë në Pinterest dhe gocat e kishin qarë, kishin bërë aq të bukur fiks ashtu siç unë e doja. Dhe pjesa e dylit që në fakt po e montoja gabim sepse duhej kështu nga ana tjetër dhe ky ishte rezultati përfundimtar. Në dom do vendos dhe aksesorë të tjerë, korniza, kështu që follow për më shumë video të tilla. Faleminderit që më ndiqni. Bye.